E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po takohemi. Por i takohemi në fakt së bashku për të komentuar ngjarjen që na tronditi të gjithëve. Selin, si lider e shtëpisë, kishte një avantazh, në fakt si të gjithë liderët, dhe duheshte të përzgjedhën njërin prej grupeve, grupe që i ndau vllau i madh të kapur dorë për dore, për të hequr nga pjesa e komoditetit për t'i çuar në nominim. Selina, si e zgjuar shumë që është, u tregua shumë e mençur. Në grupin e saj, ajo si banore kishte Inën dhe luftën më të madhe brenda asaj shtëpisë që në ditën e parë kur ka hyrë Ina e pati direkte me Selinën dhe Selin e dënoi Inën për faktin që është një vajzë që futet nga jashtë dhe dëshiron që të shkatërrojë një marrëdhënie. Ajo u tregua shumë e zgjuar, hoqi Gertën nga kombinimi, kunatën e vet, futi Rogertin si i nominuar, domethënë, gjatë gjithë kohës që do t'jetë në televotim, dhe djeg Inën, me patjetër që në kombinimin Gimbo Miri Rogert, në një treshe shumë të vështirë, Ina do t'jetë banorja e cila do del nga shtëpia. Selin më duket një nga banoret më të zgjuara, domethënë nuk përdori një mekanizëm siç mund të përdorshin banorët e tjerë duke i futur në nominim banorët më të fuqishëm. Unë jam i bindur që në qoftë se Selin nuk do të kishte edhe grupet këtë përzgjedhje do të bënte, ndoshta mirin jo, se mund të dukeshte shumë keq te banorët dhe tek publiku marrëdhënia dhe afrimiteti që kanë krijuar, por gjithsesi domethënë Selina me këtë nominim e dogji Inën. Nuk e besoj në asnjë mënyrë që publiku do të votojë që të largohet Rogerti, Gimbo apo Miri, sepse janë banorë shumë të fortë dhe nëse largohet Rogerti prishet ai poli kundërt i shtëpisë, por Ina është banorja e cila e mbylli këtu, mendoj kapitullin e saj dhe nuk mundet më e vetme të vazhdon në këtë lojë.